Është gjithnjë e më e qartë se 11 janari do t'jetë data e zgjedhjeve të përsëritura në Gostivar, Vrapçisht, Qendër-Zhup dhe Mavrov Rostush. Me propozimin e kreut të kuvendit Afrim Gashi, pajtohet edhe kryeministri Kristian Mickoski. Mendoj se ishte 11 janari. Po, na konvenon, tha Kristian Mickoski, kryeministër. Kodi zgjedhor parashikon që zgjedhjet të përsëriten në afat prej 60 ditësh nga përfundimi i zgjedhjeve. Në një përgjigje ndaj kërkesave të opozitës shqiptare që zgjedhjet të mbahen më herët, kreu i kuvendit Gashi thotë se këto nuk janë çështje të preferencave individuale. Opozita shqiptare kishte kërkuar që zgjedhjet të mbahen në fund të dhjetorit, atëherë kur mërgjimtarët janë me pushime në vend. Kryetari i kuvendit vepron vetëm në bazë të afateve të procedurave të përcaktuara në kodin zgjedhor. Procesi i shpalljes së zgjedhjeve nuk udhëhiqet nga preferenca apo propozime individuale, por nga dy parime thelbësore: respektimi i detyrueshëm i afateve ligjore të kodit zgjedhor, vlerësimi dhe gatishmëria e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, tha kreu i kuvendit Afrim Gashi. Zgjedhjet lokale do të përsëriten në 4 komunat ku nuk u arrit censusi i daljes prej të paktën 1/3 së votuesve më 19 tetor.